Kos, kafe dhe lëng portokalli janë mundësisht ndër alternativat që të gjithë mendojnë për mëngjes, por jo të gjitha ushqimet janë mirë të konsumohen kur kemi stomakun bosh. Bright Side ka krijuar një listë sipas ushqimeve që nuk duhen konsumuar dhe duhen konsumuar kur kemi stomakun bosh. Ushqimet që nuk duhen ngrënë me stomakun bosh janë brumrat. Sasia e konsumuar në një stomak bosh shkakton fryrje dhe kalori të shumta. Po ashtu edhe ëmbëlsirat. Sheqeri ndikon në rritjen e nivelit të insulinës, duke ndikuar në ngadalësimin e procesit të pankreasit dhe duke përfunduar me diabet. Po ashtu, kosi dhe produktet e qumshtit nuk kanë përfitime nëse konsumohen në mëngjes. Duke pasur stomakun bosh, acidi hidroklorik do të vrasë të gjitha bakteret e acidit laktik. Po ashtu, dardha, pasi fibrat e gjendura tek dardha mund të lëndojnë membranën e mukozës nëse konsumohen me stomakun bosh. Edhe domatet përmbajnë nivelet e larta të acidit tanik, i cili rrit aciditetin në stomak dhe shkakton ulçer. Bananet preferohen të konsumohen në darkë, pasi ndihmojnë në një gjumë të qetë. Në një stomak bosh, bananet rrisin sasinë e magnezit në gjak. Po ashtu ushqimet djegëse, pasi sjellin irritim të sistemit tretës. Pijet e gazuara po ashtu dëmtojnë mukozën e membranës dhe reduktojnë furnizimin me gjak të stomakut. Si rezultat, ngadalësohet tretja e ushqimit. E nëse këto ishin ushqimet që ne nuk i konsumojmë, pra është mirë të mos i konsumojmë në mëngjes, atëherë çfarë na ngelet për të konsumuar? Tërshëra. Tërshëra parandalon dëmtimin e murit të stomakut dhe zvogëlon nivelin e kolesterolit në trup. Gruri. 2 lugë të embrionit të grurit mundësojnë rreth 15% të vlerës ditore me vitaminë E dhe 10% të vlerës me acid folik. Po ashtu, veza. Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumimi i vezëve në mëngjes do të ndihmojë në përgjysmimin e kalorive ditore të marra. Buka po ashtu, arat, mjalti rekomandohen që të konsumohen në mëngjes, për arsye sepse i japin trupit energji.